Teksa javën e ardhshme çelin aplikimet për subvencionet e vitit 2025, shërbimi i bujqësor në Vaudez u ka bërë thirrje fermerëve që të aplikojnë në mënyrë që të jenë përfitues në një nga 8 skemat e mbështetjes. Bashkia e Vaudezit ka kënë aplikuesit kryesore dhe janë përfitues qindra fermerë. Tu ka kënë një punë shumë e mirë e strukturave të bujqësisë të bashkisë, e Arebit në Shkodër, të cilët kanë specialistë kanë dhënë shumë afër, dhe ky bashkëpunimi tyne ka bën të mujtën që shumë fermerë ta gjenë veten e të aplikojnë në mënyrë shumë të kollajt dhe të gjithë janë përfitues. Pashuku tregon se në vitet e shkuara fermerët e zonës kanë qenë përfitues, ku skema më e kërkuar ishte ajo e naftës Pakcis. Skema më e madhe dhe më përfituese është skema e fermerëve të vegjël, të cilët duke u grupu për përfitimin e naftës për çdo metër katror tokë. Këtu ka qenë masiviteti më i madh për të marrë tokë me qira, në bashkëpunim me njëri tjetrin, ato kanë arritur që ta zbusin shpenzimet e veta dhe të dalin me një kosto më të ulët. Specialistët e bujqësisë apelojnë drejt fermerëve që të krijojnë grupe në mënyrë që të përfitojnë 100% nga skemat. Mbështetja përmes skemës së subvencioneve shërben edhe për inkurajim për fermerët që të rrisin sasinë e mbjelljes dhe prodhimit.